janë pas venimit të pjeshtë në parlament, dhe së dyti, dje në seancë ka munduar 3 deputet të grupit tuaj parlamentar. Me styre e Lisës Verbali dhe Fatimir Gjapaj. A do të trajtohet mungesa ime si një prishje e venimit të grupit parlamentar dhe a do të ketë sankcione për ta? Unë fola në hyrje për deklaratat që u përmendët. Unë ato i lexoj, besoj unë, në mënyrën e duhur, sepse ndryshe nga ju dhe nga ata që i lexojnë ndryshe dhe i komentojnë krejt ndryshe, unë jam në gjendje të përputh deklaratat me komunikimet e drejt për drejta që kam me subjektet që i kanë nxjerrë ato deklarata. Dhe ju thash që kemi pasur patjetër debat lidhur me çështjen dhe debati ka qenë shumë konstruktiv. Deklaratat nuk flasin absolutisht atë që thuhet në komentet që u bëhen atyre, sepse po t'ishte për të shkuar në atë drejtim, nuk do kishin asnjë merak që të shkonin në atë drejtim. Por deklaratat flasin për domosdoshmërinë që të vazhdohet hetimi, të vazhdohet lufta kundër korrupsionit, etj. Kështu që unë kështu i kuptoj deklaratat dhe shoh asnjë problem dhe siç e thash dhe dje jam 100% i linjëzuar me çfarë shkruhet në deklarat për parimet. Për rastin konkret e kam thënë dhe përsëris. Nuk ka asnjë kusht për të ngritur dorën dhe për të arrestuar një person që nuk akuzohet për korrupsion në radhë parë. Mund të akuzohet edhe për korrupsion dikush dhe pa prova, se nuk është parlamenti, e kam shpjeguar, nuk është parlamenti noteri i prokurorisë. Parlamenti ka të drejtën të shikojë nëse përmbushen apo jo kushtet, pa hyrë në meritën e çështjes. Unë nuk kam hyrë në meritën e çështjes dhe nuk hyrë në meritën e çështjes. Por nuk ka akuzë për korrupsion. E para, dhe e dyta nuk ka absolutisht nuk përmbushet asnjëra nga kushtet që të merret ajo mas. Kështu që pajtimet mund vazhdojnë edhe kaq, nuk kemi asnjë shqetësim për të. Për sa i përket pastaj çështjes prezencës, votimit e tjerë, nuk merrem unë me këtë punë, është kryetari i grupit që ka detyrë të dëgjojë dhe të kuptojë arsyet e mungesave. Muhamet Veliu, Topçen, zoti kryeministër pak më herët u shpreh se nuk ka asnjë pengim të rrugës së Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Nga buron kjo konfidencë e juaja pasi nga kjo sallë në të shkuarën ju kur Shqipëria bënte përpjekje në rrugtimin evropian keni folur për vëndje skeptike të cilat nxirrnin yçkla rrugës për na penguar. Pse kësaj here ai votimi i djeshëm në parlament nuk do të përdoret nga ndonjë vend i caktuar në Bashkimin Evropian për të bërë pengesë në mbylljen e kapitujve që ne kemi hapur me Bashkimin Evropian? Faleminderit. Sepse unë flas mbi bazën e fakteve që kam sot dhe flas mbi bazën e komunikimeve që ne kemi sot. Nuk flas se ç'do të ndodhi në të ardhmen. Unë flas sot. Dhe sot kemi këtë situatë. Kemi një diskutim që ka ndodhur, që nuk e mohoj, por që ka qenë plotësisht konstruktiv, dhe kemi një rrugë në cilën nuk shohim që të ketë dalë dikush dhe të ketë thënë për këtë arsye këtu ne nuk ecim dot më parë, sepse në ndërkohë çdo gjë që ka të bëjë me këtë proces është punë e përditshme. Domthonë në Bruksel, në Tiranë, mes Brukselit dhe Tiranë punohet për ditë për këtë proces. Deri tani nuk kemi asnjë arsye ta mendojmë këtë. Ky është fakti. Dhe thash, nëse do të ishte përmbajtja e atyre deklaratave e ngjashme me jehonën e deformuar që ju dha, do t'ju thosha që kemi një problem. Por nëse qëllimi i atyre deklaratave do t'ishte ajo që tha jehona, deklaratat do t'a thoshin vetë, nuk do prisnin që t'ja u përkthente
t'ja u përktheni në qimbellin të medias shqiptare. Greta Bullari, televizioni ABC News. Zoti Kryeministër, të mërkurën ju pritet në godinën qeveritare dhe ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Athinë. Cila ishte arsyeja e vizitës së saj dhe nëse mund të ndani diçka nga biseda me të apo diskutime që zhvilluat? Faleminderit. Ambasadori ka ardhur për të bërë një takim njohje, për diskutuar për disa çështje që janë çështje të interesit të lartë amerikan në këtë rajon, që kanë të bëjnë me energjinë, që kanë të bëjnë me bashkëpunimin rajonal, që kanë të bëjnë me qasjen ndaj forcave të treta, aktorëve të tretë, dhe nga ana tjetër keni parasysh që ambasadorja e Shtetit Bashkuara në Athinë është një përfaqësuese botërisht e njohur në politikën amerikane, drejt për drejt e rrethit të ngushtë vendimarrës të presidentit të Shtetit Bashkuara. Zoti Rama, ju thoni që nuk ka ndryshim vullneti dhe nga ana e Bashkimit Evropian nuk keni pasur deri tani asnjë sinjal që mund të kenë ata një qasje ndryshe. Por ndërkohë, edhe pse vetëm 2 muaj në fakt kanë kaluar nga ky vit që ka 12 muaj, nuk ka ende sinjale që mund të ketë një konferencë për mbylljen e ndonjërit prej grup kapitujve të hapur dhe kryenegociatorja ka deklaruar në një konferencë për shtyp që 2026 do të jetë dhe viti ku do të mbyllen minimalisht gjysma e kapitujve të hapur. Dhe pyetja tjetër që lidhet po me këtë qasje. Ju keni publikuar një editorial së bashku me Aleksandr Vučić në 28 shkurt në një media gjermane, ku i kërkoni Bashkimit Evropian, ndërkohë që presim që ta antarësohemi me drejtat plota, ndërkohë t'ju ofrojnë vendeve kandidate një mundësi për të qenë pjesë e zonës Schengen dhe pjesë e tregut përbashkët evropian. Kjo nga Partia Demokratike, nga opozita, po shikohet si një ndryshim i kursit të qeverisë shqiptare. Ata kanë kërkuar, një grup deputetësh kanë kërkuar edhe një dëgjes me ju në parlament. A keni ju një koment, a është kjo një ndryshim i qasjes tuaj për Bashkimin Evropian? Faleminderit. Spari nuk ka pasur, se mbyllja e kapitujve është një plan i kalendarizuar. Dhe në këtë plan kalendarizuar nuk ka pas në plan të mbylljen e kapitull as në janar, as në shkurt, as në mars, që t'jemi të qartë. Mbyllja e kapitullit nuk është një proces ka që thjesht, dhe ndërkohë ajo që ju keni dëgjuar nga Ministria dhe kryenegociatorja është ashtu. Pra, në 2026 parashikohet një numër kapitull që duhet mbyllen, por jo në janar, shkurt dhe mars e para. E dyta, në këtë proces ne punojmë çdo ditë dhe çdo ditë shkëmbejmë me Brukselin. Kështu që natyrisht që e përsëris për 3-ën, 4-ën, 5-ën herë, çështja për cilën folëm më parë është një çështje që ka pasur vëmendje dhe për cilën ka pasur debat me disa. Por nga kjo të thuash që u bllokua rruga e Shqipërisë është një çmenduri. Është diçka komplet e pavërtetë. Për sa i përket pyetjes tjetër që ju bët, është për të ardhur keq, po mua s'm vjen keq me thënë drejtën për shoqatën e molotovarëve, që ju e quani Partia Demokratike, sepse ata janë në botë tjetër komplet. Nuk kanë lidhje fare me botën e sotme të marrëdhënieve ndërkombëtare, të punës për të antarësuar në Bashkimin Evropian, të debateve të brendshme, të jashtme, etj. Por një gjë është e sigurt që unë kam qenë zëri i parë, jo sot, po ka disa vite, që është ngritur për
një qasje ndryshe ndaj antarësimit.